shqiptarët në Suedi i shoh të integruam, janë integruar mirë, kanë lënë gjurmë pozitive, edhe në punën time që kam pas me integrimin në kuadër të komunës, për me shqiptarë s'ka pas vështirësi kur. Janë integruar mirë, po integrimin nuk do në të thot asimilim, se njerëzit e përzin asimilimin dhe integrimin. Asimilimi është tjetër, plotësisht kur arron del prej identitetit. gjakun e ketë shqiptar, atë gjak duhet të ruesh. Po e marrëm shembull Arbresht e Italisë. Për mi 600 vjet janë atje, po kanë identitetin Arbresht. Ata thonë Arbresht, shqiptar Arbresht e njëjta gjë është. Ata thonë jam shqiptar, ai flet italisht se zim me folda është shqip mirë, ama gjakun e ka. Identiteti është i mbrojtur, i ruajtur. Nëse asimilohet njeriu, atëherë edhe gjaku dal nga dal i truzohet edhe zhduket.